ka një qasje që është agresive, që kërkon mundjen totale të Rusisë. Ka një qasje tjetër që kërkon dobësimin e saj deri në atë pikë sa të mos përbëj kërcënim dobësimi i saj. Rusia ka një kërcënimi më i madh rus, besoj, nuk vjen nga fuqia e saj. Vjen nga pafuqia e saj. Shtetet ose në kundërshtrim, Rusia është më i fuqishëm nga që mendojnë disa dhe më i pafuqishëm nga Obama ka quajtur fuqi rajonale dikur, jo fuqi globale. Ishte këto gricjet është më shumë se sa fuqi rajonale, por nuk është fuqi globale. Dhe fuqia e saj vjen për shkak të gjeografisë, për shkak të shtrirës saj në dy kontinente, për shkak të aksesit saj që ka në polin e veriut, aksesin e saj që ka në detrat e ngrohta, dhe për shkak të armëve konvencionale, kryesisht raketet dhe armët bërthamore. Këto janë sfidat që ka Rusia. Për shkak të gjeografisë saj, gjithçka është përqendruar në pjesën europiane të Rusisë, sepse popullsia është vendosur këtu, ekonomia është vendosur këtu, aksesi me vendet e tjera ose kufiri me vendet e tjera është këtu, dhe ka qenë historikisht. Gjeografia është e tillë që është e sheshtë dhe e bën të mundur sfidat, së pjesa tjetër Siberia nuk i duhet askujt. Po zoti Peka, kemi me që përmendet fuqitë e mëdha. Natyrisht i dihet që tre fuqitë e mëdha, kuptohet Shtetet Bashkuara dhe Kina sipas gjithë parametrave, të fuqisë të butë, fuqisë të ashpër, nivelit ushtarak e tjera, por dhe Rusia për shkaqet që ju përmendët, janë të tre fuqitë më të mëdha. Por kam lexuar së fundi një artikull të Richard Pipe, si bëri goxha buj, që thoshte fuqia e katërt më e madhe sot është Irani. Dhe ai e thoshte jo në nivelin që Irani mund të matet ushtarakisht apo ekonomikisht apo me parametrat e tjerë që jemi mësuar të fuqisë së butë me këto tre fuqi, po për shkak të gjeografisë, për shkak se rizbuloi Hormuzin në një mënyrë për të bllokuar tregtinë ndërkombëtare me kosto afatgjata për shumë shtete. Është kjo, domethënë, egzageruar apo është egzageruar. Ajo çfarë jep Iranit fuqinë nuk është kjo. Është gjeografia, po është edhe pozicionimi politik, ekonomik, ushtarak. S'para Irani është një vend që ka një histori gjatë, është një perandërie dhe është racë e fortë. E dytë është një vend që ka një gjeografi të tillë që është papushtueshëm. Ka pikat dopta, se që në bregu që lidh me kanalin e Hormuzit, ka një popullsi relativisht madhe. 90 milion. 90 milion. Ka një ushtri të fuqishme rajonale, por nuk është ka dhe proxy globale. Fuqia e saj reale ishin proxyt. Dhe ajo çfarë i ndodhi asaj është që fillimisht ju goditën proxyt. Proxy kryesor ishte Siria. Ishte Hezbollah, ishte Hamasi, është Iraku, për shkak të Kataj Hezbollah një për shkak të popullsisë përqindjes së madhe sepse janë shumicë shia, por edhe Houthit në Yemen. Problemi që është me kanalin e Hormuzit është që kush është avantazhi i Iranit? Avantazhi i Iranit është përdori ekonominë e luftë. Dhe ushtarakisht nuk përballet dot me Shtetet Bashkuara të Amerikës, është irrelevant. Që më tepër kur nëse shikojmë Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe me Izraelin apo edhe me vendet e tjera. Ushtarakisht nuk përballet dot. Po ka arritur të prodhojë inflacion në gjithë botën. Por përdori ekonominë, duke bllokuar kanalin e Hormuzit, përdori ekonominë për të detyruar Shtetet Bashkuara të Amerikës që të ndërpresin luftën. Kjo ka dhe të mirën e vetë edhe të keqen e vetë. Të mirën e ka që në afat shkurtër ja jep si armë. Në afat gjatë është të dëmshme, sepse në afat gjatë detyron vendet përreth që të krijojnë dhe të ndërtojnë kanalet të reja të transportit gazet dhe të naftës, të cilat gjak kanë filluar. Dhe ne këtu do jemi pas pak vitesh, kanali Hormuzit do jetë tërësisht irrelevant në aspektin si choke point në zinxhirin e furnizimit, sepse do anashkalohet totalisht.
dhe do ngeli vetëm Irani, e cila do e përdori kanalin e Hormuzit dhe nuk do ta përdori nga aset do i kthehet barë, sepse nesër pas nesër kur të ndryshojnë gjërat, atë kanal do e përdori kryesisht vetëm Irani, e cili pastaj do jetë vulnerabël në rast të situatave të ngjashme. Me që përmendëm Iranin, zoti Peka, ka një veçori. Shqipëria është vendi ndoshta mirë rrezikuar nga Irani, paktën në atë diskursin apo ligjërimin zyrtar, për shkak të sulmeve kibernetike të Iranit ndaj Shqipërisë, lufti hibrid në një farë. S'është ajo. Apo është egzageruar dhe kjo? Nuk është ajo fare. Ajo çfarë ndodhi ishte kjo. Në vitin 2012, qeveria ose po e marrim ndryshe. Ishte senatori John McCain ndërmori një nismë në Kongresin Amerikan, e ktheu në nismë bipartizane, për të ndihmuar të grupin e mujahedinëve që kishin ngel në Irak, opozitar të regjimit. Dhe synimi i tyre ishte zhvendosja nga Iraku me vendet të tjera në mënyrë që të tiruanin, sepse Irani do të eliminonte gjithë. Do miratuar një ligj. Qeveria e administrata e presidentit Obama e kishte detyrim ligjor për të gjetur një vend së ku të sistemonte. Ata ishin të shpërndarë në përbot, por një numër i madh, diku ke 3.800, 4.000 ishin vazhdonin të ngelin në Irak. Dhe në vitin 2012 ata ndërmorën pas miratimit të ligjit, ndërmorën një nismë për të relokuar në vende të ndryshme. Në atë kohë, qeveria e zotit Berisha ulë në bisedime me administratën amerikane dhe pranoi të merrte diku ke 200 veta, 200 persona nga. Atër opozita socialiste në atë kohë bëri shumë zhurmë për ata 200-300, ndërkohë që vetë mori 3.000-4.000. Sigurisht. Dhe transportimi i tyre sigurisht u bë nëpërmjet OKB-s, por ishte kërkesë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe në pranverën e vitit 2013 ata erdhën u zhvendosën, mbledh gjatë periudhës fushatës erdhën dhe u zhvendosën.